Një muaj ankth për familjen Ademi nga Kumanova. Deri më tani ende nuk ka një epilog për zbardhjen e rastit të vdekjes së Vedat Ademit, i cili me 17 mars shkoi në spitalin e Kumanovës për t'u mjekuar dhe gjeti vdekjen. Instituti i Mjekësisë Ligjore ende nuk ka nxjerrë raportin e autopsisë. Nga Instituti i Mjekësisë Ligjore këtu në Shkup thanë se raporti autopsisë për të ndjerën Vedat Ademi akoma nuk është gati, ndonse është një analizë mjaft komplekse e cila bëhet nga 3 laboratore dhe rezultatet e cilat pritet të jetë vendimtare për zbardhjen e humbjes së jetës së 32 vjeçarit në spitalin e Kumanovës, rast për të cilin prokuroria ka ngritur dyshime për stafin mjekësor. Dosja hetimore e rastit të vdekjes së Vedatit tregon se i ndjeri ka vuajtur nga gurët në tëmth, duke u bërë që të kthehet nga Gjermania në Kumanov për t'u mjekuar dhe eventualisht për t'u nënshtruar një intervenimi kirurgjikal. Sipas raportit, mjeku i ka dhënë infuzion me analgin pa e verifikuar që është alergjik, edhe pse në librezën shëndetësore ka qenë evidentuar. Dr. Zoran Gjorgjevski, pa pasur informacion të mëparshëm që pacienti është alergjik në analgetik, e dha udhëzimin që në infuzionin e dytë të shtohet ampula analgin si përforcim të terapisë kundër dhimbjeve. Kjo është evidentuar në shkresën për pranim të terapisë. Para aplikimit të terapisë së udhëzuar, infermierët kujdestar nuk e kanë pyetur pacientin në mënyrë plotësuese për reagime eventuale alergjike ndaj barnave të caktuara dhe madje nuk është kontrolluar libreza e shëndetësisë. Nga prokuroria e Kumanovës thonë se vazhdimi i hetimit varet nga gjetjet në raportin e autopsisë, por që dyshime ka dhe për lëshime të tjera të stafit mjekësor dhe të institucionit shëndetësor. Prokuroria Teuta Ramadani tha se do të merren edhe masat përkatëse ndaj të dyshuarve për të ngritur akuzat eventuale. Kur kemi pasojë fatale, atëherë shkojmë me veprën më të rëndë, vepër e rëndë kundër shëndetësisë së njerëzve. Ajo është neni 217, ku është i paraparë edhe burgim deri në 10 vjet. Mirë, po për shkaku i vdekjes ju thash edhe më parë se vërtetohet mbas të autopsisë. Që ajo është domethënë kyçe faktikisht. Për me drejtu hetuesin, a do të shkojë në përgjegjësi penale apo jo. Ndërkaq raporti Inspektoratit Shtetëror Sanitar Shëndetësor tregon edhe lëshime të tjera. Intervenimi ngathet në procesin e reanimimit në kushte spitalore nuk do të ishte me fatalitet nga shoku anafilaktik, nëse do të ishin të gjitha pajisjet e duhura dhe gatishmëria e stafit mjekësor për të intervenuar në kohë. Në raportin specialistik të kryer nga Dr. Zoran Gjorgjevski nuk është e shkruar anamneza e pacientit.